Thënie nga Mahatma Gandhi. Gandhi ishte politikan, filozof dhe avokat. Konsiderohet një ndër figurat më të shquara të historisë së humanizmit dhe politikës botërore. Citojmë disa prej thënieve të tij brillante. Mund të mos I kuptosh kur rezultatet e veprimeve të tua, por nëse nuk bën asgjë, nuk do të ketë rezultate. Ndryshimi mes gjërave që bëjmë dhe gjërave që mund të bëjmë do të mjaftonte për të zgjidhur shumë probleme të botës. Kush mendon se feja nuk ka të bëjë me politikën, nuk ka kuptuar asgjë, as nga feja e as nga politika. Jetoj mund të gjitha artet të dhëna së bashku. Mos pajtimi me të keqen është një detyrë, aq sa që është pajtimi me të mirën. Mjetet e duhura nuk janë më të tilla nëse qëllimi është I padrejtë. Bëni kujdes me mjetet dhe qëllimet do të realizohen vetë. Çfarë I duket e vërtet njërit, mund t'i duket gënjeshtër një tjetri, por kjo nuk duhet t'i shqetësoj kërkuesit e së vërtetës. Nuk ka rrugë që të çon te liria. Vetë rruga është liria. Duhet të silemi ndaj më të dobtëve, siç do të donin që bota të silej ndaj nesh. Mos përdorimi I dhunës është forca më e madhe që mund të ketë njerëzimi. Kafsha, për shkak të natyrës së saj, nuk di të përmbahet. Njeriu është njeri, nga që është I aftë për vetë kontroll dhe vetëm derisa ta praktikojë. Një send, ndonë se nuk është I vjedhur, është si të ishte I vjedhur kur nuk të nevojitet. Lutja nuk ka nevojë për fjalë. Jeta jetuar vërtet vlen më shumë se librat. Një grup I vogël njerëzish të vendosur e të nxitur nga besimi I pamposhtur në misionin e tyre, mund të ndryshojë kursin e historisë. Mosbesimi është një shenjë pafuqie. Ekziston një gjykatë më e lartë se të gjitha gjykatat. Është gjykata e ndërgjegjes. Çdo njeri që takon është më I mirë se ti në diçka, prandaj mëso diçka prej tij.